7 arsye pse dhimbin kockat e fytyrës. Shkaku shpesh nuk është aty ku mendoni. Dhimbja në fytyrë shpesh vjen nga diku tjetër, ja cilat probleme shëndetësore fshihen pas saj. Kockat e fytyrës mund të na dhembin, por dhimbja në këtë zonë zakonisht është pasojë e një shkaku të caktuar bazë, si lëndimi, infeksioni apo problemet me nervat, dhe jo sepse vetë kocka dhemb spontanisht. Mjekët shpjegojnë se dhimbja në fytyrë shpesh reflektohet nga strukturat përreth, si sinuset, dhëmbët apo nyjat e nofullës. Dhimbja në kockat e fytyrës ka shumë shkaqe. Dhimbja në kockat e fytyrës shpesh sinjalizon probleme me sinuset, sinusiti, nervat, si neuralgjia trigeminale. Dhëmbët, absces, karies, nyjen e nofullës ose edhe dhimbje të forta koke, të cilat mund të manifestohen si dhimbje të shurdhëra ose si goditje elektrike, shpesh të shoqëruara me ënjtje, bllokim të hundës ose ndjeshmëri të dhëmbëve. Kjo kërkon nga mjeku të përcaktojë nëse bëhet fjalë për infeksion, çrregullim nervor, lëndim apo stres. Kjo dhimbje njihet edhe si dhimbje orofaciale dhe është simptom me disa gjendjeve shëndetësore. Mund të shfaqet kudo në fytyrë, përfshirë zonën rreth syve dhe gojës. Ka shumë shkaqe të mundshme, duke përfshirë lëndimet, infeksionet dhe çrregullimet nervore. Dhimbja në kockat e fytyrës mund të jetë afatshkurtër, akute ose afatgjatë, kronike. Mund të prek njërin anë të fytyrës ose të dyja. Mund të përshkruhet si djegje, shpim, therrje, dhimbje e shurdhër, dhimbje e fortë ose ndjesi pulsimi. Në shumicën e rasteve nuk është urgjencë, por mund të tregojë se diçka tjetër po ndodh. Është e rëndësishme të shkoni te mjeku nëse keni dhimbje të pashpjegueshme ose të vazhdueshme në fytyrë që nuk kalon. Cilat lloje dhimbjesh në fytyrë ekzistojnë? Dhimbja në fytyrë apo në kockat e fytyrës është një term i gjerë që përdoret për të përshkruar dhimbjen që shfaqet kudo në fytyrë. Ekzistojnë lloje të ndryshme dhimbjesh, varësisht nga burimi i tyre. Dhimbje dhëmbi për shkak të kariesit ose abscesit, dhimbje e nofullës për shkak të çrregullimeve të nyjes temporomandibulare ose frakturës së nofullës, dhimbje nervore për shkak të çrregullimeve si neuralgjia trigeminale, dhimbje vaskulare për shkak të migrenës ose vaskulitit, dhimbje atipike e fytyrës që shfaqet pa shkak të qartë. Si duket dhimbja atipike e fytyrës? Personat me dhimbje atipike të fytyrës ndjejnë dhimbje çdo ditë për të paktën 3 muaj. Nxehtësia, të ftohtit ose prekja mund ta nxisin dhimbjen, ndërsa disa njerëz thonë se ajo përkeqësohet kur janë të lodhur ose nën stres. Dhimbja në kockat e fytyrës mund të shfaqet në anën e majtë ose të djathtë, shpesh pranë nofullës ose veshit. Mund të kufizohet në një zonë të vogël ose të përhapet në gjithë fytyrën dhe nuk ndjek domosdoshmërisht rrugën e një nervi. Një person me dhimbje atipike të fytyrës mund ta përshkruajë dhimbjen si djegje, dhimbje e thellë, dhimbje e shurdhër ose e fortë, me periudha shpimi të mbret, rrahje ose pulsime, mpirje ose ndjesi shpimi. Cilat janë shkaktarët më të shpesh të dhimbjes në fytyrë? Ka shumë arsye që mund të shkaktojnë dhimbje në fytyrë dhe më të shpeshtat janë: dhimbjet e kokës dhe migrena, herpes simplex, plagë të ftohta ose herpes zoster, sindroma miofasciale e dhimbjes, infeksionet e sinuseve, sialadeniti, ënjtja e gjendrave të pështymës, çrregullimet e nyjes temporomandibulare, absceset e dhëmbëve, neuralgjia trigeminale. Në qoftë se ju ka pëlqyer kjo video, ju lutemi klikoni butonin subscribe për më tepër.